Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilim, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar dhe për të ndarë së bashku momente shumë të bukura tashmë nga jeta e Selin Bollatit. Selin Bollati, festën e Kurban Bajramit në shenjë respekti dhe dashuri, e ka festuar pranë familjes së DJ Gimbos. Ajo është munduar që të ndanë momente me motrat e DJ Gimbos, me nënën e DJ Gimbos, të cilat e kanë pritur me dashurin më të madhe, e kanë pritur me dorë në zemër, siç i thon traditës shqiptare. Selina ka ndarë moment fantastik dhe këto fotografit janë bërë post nga vetë motrat e Gimbos që e kanë shijuar momentin me Selinën. Çfarë pashu në këto fotografi? Unë në këto fotografi pash motra të cilat vërtet gëzonin për vllaun e tyre. Unë them që çdo motër është jashtëzakonisht e lumtur në momentin që vëllau merr vendimin që të ndërtojë një jetë të re, në momentin që vëllau merr vendimin që të ndërtojë një jetë të bukur, në momentin që vëllau merr vendimin që në shtëpi të sjellë një nuse. Dhe në këtë rast, me thënë si rasti i Selin dhe Gimbo, Selina duke që është, ka gjetur këtë paqen shpirtërore jashtëzakonisht të bukur në familjen e Gimbos, e kanë pritur me shumë ngrohtësi dhe dashuri dhe duke që kanë krijuar përpos që janë kunata që ne jemi mësuar të në fakt kunatat i dëgjojmë duke u ryer njëra tjetrën, duke patur inat njëra tjetrën, çuditërisht Selin po na befason, duke që ka krijuar një marrëdhënie shumë të mirë me motrat e Gimbos, por duke që dhe motrat e Gimbos nuk e ndajnë nga vetja e tyre, do me thënë e mbajnë po si motrën e tyre Selinën. Kjo gjë është për të vlerësuar se një personazh publik, siç është Selina, të ndan momente të këtilla dhe të ndan çaste kaq të bukura me kaq domethënie nga përditshmëria e saj, nga jeta e saj, nga familja e saj tashmë e re, duke shprehur dashurinë, mua më vjen për ta duar trokitur. Do me thënë, mua më pëlqen që Selina dhe Gimbo kanë gjetur këtë gjuhën e bukur të përbashkët dhe po jetojnë dashurinë e tyre, dhe pse në fakt unë kam thënë që Selina dhe Gimbo janë të lindur për njëri tjetrin, sepse fillimisht kanë botë të përbashkët, kanë natyrë të përbashkët dhe kanë mendime të përbashkëta, dhe mendimet mendoj që e bëjnë të jenë në një çift i bekuar, të jenë një çift i lumtur dhe një çift tepër i gëzuar në dashurinë e tyre. Kjo ishte ajo se çfarë unë dëshiroja të cilëte këtu nga momentet të bukura të motrës së Gimbos dhe të motrave të Gimbos dhe të Selin, dhe shpresoj që dhe ju të kënaqeni me këtë dashuri fantastike.